Ja ku është udhërrëfyesi i Edi Ramës, i publikuar dje në disa media, dhe kjo foto flet sa mira fjalë. Ky është mesazhi i Edi Ramës për çdo që aspiron të bëj karrierë, të drejtoj institucione të rëndësishme në vend. Rregulloje me Olsin dhe e ketë garantuar. Kjo është oligarkia në aksion. Korrupsioni i ulëritës, nepotizmi pas një limit. Thoma Gëllçi ishte i zoti e kapi lojën. Ai nuk është sot drejtori i Radio Televizionit Shqiptar për shkak të vizionit, pasi e kaluara e tij në krye të organit zyrtar, Partisë Komuniste nuk ja lejon një gjë të tillë. Nuk është aty as për shkak të integritetit apo cilësive të tjera, sepse ato ai nuk i ka. Është aty për shkak të Olsi Ramës, pikërisht vëllait kryeministrit. Ja pra si përfundoi Radio Televizioni Shqiptar në Olsi Radio